Florian Binaj, kandidati i pavarur për Bashkinë e Tiranës, ka nisur një fushatë të koordinuar me përfaqësuesit e partisë opozitare duke synuar të krijojë një front të përbashkët për zgjedhjet lokale. Pas një mbledhje me koordinatorët e partive, Binaj zhvilloi konferencën e tij të parë mediatike, ku shpreu optimizëm për bashkëpunimin dhe potencialin për fitore. Ai theksoi se aleanca e krijuar është një hap i rëndësishëm dhe një tregues i jashtëzakonshëm i energjisë që pritet të prodhohet gjatë fushatës. Dhe besoj është takimi i parë një seri takimesh që na pret në ditët në vijim, për të koordinuar edhe më mirë me njëri tjetrin. Ne jemi të gjithë së bashku dhe unë si kandidat i pavarur, fal mbështetjes gjitha partive të opozitës, i bëj thirrje gjithë qytetarëve që të na bashkohen pa dallim partie, pa dallime të tjera, sepse kjo është një çështje që i vlen shumë të gjithë qytetarëve. Jemi duke punuar me një ekip jo partiak që brenda një kohë të duhur, sepse gjërat për të bërë mirë duan kohën e tyre, të dalim dhe të tregojmë këtë program për gjithë qytetarët. Nuk kam folur me zotin Berisha, por dhe kam thënë që në daljet në terren në fushat do jem pa përfaqësimin e kryetarëve, por absolutisht jam i gatshëm të takoj çdo kryetar të partive të opozitës. Binaj argumentoi se koha e bashkimit është e domosdoshme për të sfiduar mazhorantën aktuale dhe për të siguruar një përfaqësim më efektiv për qytetarët e Tiranës. Sipas tij, bashkimi i opozitës jo vetëm që forcon strategjinë elektorale, por dërgon edhe një mesazh të qartë mbi unitetin dhe mobilizimin e qytetarëve në favor të ndryshimit politik.